Përshëndetje nga rezume e filmi. Sot do të shpjegoj një film dramatik, fantastiko-shkencor, i quajtur Finch. Filmi fillon me një montazh të shkurtër të tokës në rënoja. Një shpërthim diellor dëmtoi shtresën e ozonit 10 vjet më parë, duke shkaktuar që temperaturat të rriteshin në 150 gradë Fahrenheit. Planeti Tokë është përkeqësuar në një djerrin kryesisht jo mikpritëse, e djegur nga rrezatimi ultraviolet dhe e prekshme ndaj fenomeneve katastrofike të motit. Finch, një nga të mbijetuarit e pakët, shfaqet në fillim. Ai është një inxhinier robotik, i pajisur me një kostum që e mbron nga nxehtësia dhe rrezet ultraviolet. Si çdo ditë tjetër, ai po kërkon furnizime me robotin e tij, Dewey. Kur ai ecën brenda një dyqani, matjet sugjerojnë se nivelet e rrezatimit ultraviolet në ozon janë mjaft të larta. Ndërkohë, roboti merr gjithçka që ka mbetur në dyqan. Finch më pas shihet duke marrë ushqim për qen. Pasi largohet, ai bën me bojë zonën në mënyrë që të ruajë gjurmët e vendeve që janë pastruar. Në skenën tjetër, Finch udhëton nëpër një qytet të shkretë që është shkatëruar për shkak të shtresës së ozonit. Rrezet ultraviolet e bëjnë të pamundur që njerëzit të dalin jashtë. Prandaj, pjesa më e madhe e qytetit është evakuuar. Papritur, kostumi i Finch lëshon një paralajmërim se një stuhi po afrohet. Ai rrotullon kamionin rreth e përqark dhe shtyp fort gazin, ndërsa stuhia gjigande e ndjek. Për fat, ai më në fund më rrin në laboratorin e tij nëntoksor, i cili më parë ishte në pronësi të firmës për të cilën ai punonte përpara se të godiste katastrofa. Më vonë, mësojmë se Finch po vdes nga tuberkulozi. Shoku i tij, qeni Goodyear, po e pret në shtëpinë e tij të madhe. Ai përqafon dhe puth qenin, më pas përgatit ushqimin që gjeti më herët. Ndërsa Goodyear ha, Finch thjesht pi ujë. Furnizimet po mbarojnë. Më vonë, me ndihmën e një inteligjence artificiale, Finch ngarkon udhëzimet bazë për projektin e tij të ri, si të kujdesësh për një qen, si të bësh punët e shtëpisë e të tjerë. Meqense Finch e do Goodyear më shumë se çdo gjë, ai po punon për krijimin e një roboti shumë të specializuar për të kujdesur për të pas vdekjes së tij. Finch ka kryer shumë studime mbi rrezet ultraviolet dhe ekspozimin ndaj rrezatimit. Më vonë, ai heq sytë e Dewey dhe i bashkon ato me robotin e tij të ri. Pas ndezjes së robotit, ai fillon të transmetojë të dhënat tek ai. Pas shumë përpjekjesh të dështuara për të komunikuar, roboti më në fund tund kokën, duke simbolizuar se ai po kupton atë që Finch po përpiqet të përcjellë. Finch është shumë i gëzuar nga reagimi i robotit dhe fakti që ai ka bërë një hap më tej. Ai gjithashtu luan me qenin e tij, duke besuar se së shpejti mund të ketë një mik të ri. Më pas, Finch i thot robotit të përmend diçka për veten e tij. Roboti thot se ka disa rregulla, të tilla si mos dëmtimi i njerëzve, por rregulli më thelbësor është që në mungesë të Finch ai duhet të kujdeset me çdo kusht për Goodyear. Krejt papritur, rryma ikën. Finch niset për të riparuar turbinën e erës. Ai lidh kablon dhe dritat rikthehen. Brenda roboti e quan veten Jeff, ndërkohë një stuhi gjigande shihet duke u nisur drejt tyre. Finch kthehet dhe lidh Jeff me stacionin e motit që të mund të bëjë një parashikim. Jeff thot se 4 stuhi të ndryshme do t'i afrojnë në 24 orët e ardhshme dhe ata nuk do të mund t'i shmangin ato. Ai gjithashtu parashikon se do të zgjasë afërsisht 40 ditë. Duke dëgjuar këtë, Finch beson se ata duhet të largohen së shpejti nga vendi. Ai gjithashtu supozon San Francisco si opsionin e tyre më të mirë. Finch më pas fillon të ndërtojë trupin e plotë të robotit. Pas përfundimit të tij, Finch rrit shpejtësinë e transferimit të dhënave të robotit dhe fillon ta mësojë atë se si të ecë. Duke bërë pak praktik, Jeff fillon me sukses të ecë. Ndërsa Finch është i kënaqur me përparimin, Goodyear nuk e pëlqen robotin dhe nuk i beson fare. Ndërsa stuhia afrohet, Finch fillon të paketojë të gjitha gjërat thelbësore dhe gjithashtu shkëput transferimin e të dhënave të Jeff në vetëm 72%. Për shkak të kësaj, Jeff nuk është plotësisht i zhvilluar dhe për këtë arsye vepron si një fëmijë. Finch thret Dewey për t'u bashkuar me ta, por harron se ai ka hequr sy. Prandaj, ia vendos një kamerë në mënyrë që të mund të shohë përsëri. Të katërt pastaj ngjiten në një kamion çin dhe nisen të shkojnë në San Francisco. Në fillim të udhëtimit, Jeff është jashtëzakonisht kurioz, pasi përpiqet të mësojë gjithçka që bën Finch. Për momentin, grupi ka arritur me sukses të shmang stuhit. Më pas, ata ndalojnë në një qytet të shkret. Finch vesh kostumin e mbrojtjes nga rrezet ultraviolet dhe thërret Jeffin që t'i bashkohet jashtë. Ai pastaj fillon t'i mësojë Jeffit udhëzimet bazë, se si të pastrohet dhe gjithashtu për rreziqet e diellit. Dyshja gjithashtu ka një moment argëtimi kur nxjerrin kokoshka në diell. Megjithatë, argëtimi shuhet shpejt kur Finch vëren stuhin
stuhin që i afrohet. Ai mbledh të gjithë dhe përpiqet të kapërcisë stuhin, por në fund ajo i kap ata. Finch nxiton jashtë me Jeffin dhe urdhëron që ta ndihmojë të lidh kamionçinën me telat. Pasi Finch lodhet, Jeff merr përgjegjësinë dhe përfundon me sukses detyrën. Finch pastaj futet brenda dhe siguron atë. Së shpejti, tornado masive godet dhe të gjitha telat fillojnë të koputen, njëri pas tjetrit, derisa ka mbetur vetëm një. Për fat të mirë, stuhia kalon dhe të gjithë janë mirë. Finch vlerëson punën e mirë të Jeff, por zhgënjet kur mëson se goma e përparme me automjetit është dëmtuar. Ata ka një gomë rezervë, por nuk ka një çikrik për të ngritur automjetin. Megjithatë, Jeff thjesht e ngre automjetin duke përdorur forcën e tij të madhe dhe i thot Finch të ndryshojë gomën. Të nesërmen në mëngjes, Jeff përpiqet të komunikojë me Goodyear, duke thënë se ai po përpiqet të mësojë gjuhën e qenit, por Finch zgjohet dhe bën të kuptojë se do të duhet pak kohë që ai dhe Goodyear të jenë në marrëdhënie të mirë. Më vonë atë ditë, shohim se bordi i mjetit tregon se San Francisco është 1522 milje larg. Finch habitet kur Jeff i kërkon të shpjegojë nocionin e besimit, prandaj ai thjesht ndan historinë e tij të jetës. Ai përmend se si vetëm e zgjidhi problemin e software-it gjatë një projekti, por i dha merita të gjithë ekipit. Në këtë mënyrë, ai mundi të fitonte besimin e tyre. Gjatë gjithë kësaj kohe, shëndeti i Finch vazhdon të përkeqësohet. Më pas, ndalojnë në një restorant ku Finch vjell gjak. Duke kuptuar që nuk i ka mbetur shumë kohë, Finch merr Goodyear brenda restorantit dhe fillon të luajë me të. Ndërkohë Jeff po luan me kamionin. Ai vendos këngë ndërsa përpiqet të drejtojë makinën. Për shkak të ngathtësisë së tij, ai lëshon frenat e dorës dhe mjeti godet një makinë. Kur Finch përballet me Jeff, ai vepron plotësisht i pafajshëm. Ai më pas e kthen mbrapsht automjetin dhe e përplas atë përsëri. Finch i tërbuar tregon se çfarë ndodh me lëkurën e tij kur del në dritën e diellit. Më pas, ai i bërtet Jeffit duke i thënë se puna e vetme e tij është të kujdeset për Goodyear. Pasi largohen nga restoranti, Finch vendos të mësojë Jeffin të ngas makinën. Në fillim Jeff është i ngathet, si zakonisht, por së shpejti e merr vesh dhe fillon të ngas pa probleme. Finch është i kënaqur me këtë, por qeni ende mbetet skeptik. Natën, ata ndalojnë në rrugë për të bërë kamping. Atje dritat e bukura veriore mund të shihen, pasi shtresa e ozonit nuk është më e pranishme. Jeff sugjeron që ata mund të ngasin natën, duke përmendur se drita e ditës është e rrezikshme. Megjithatë, Finch i mëson atij se njerëzit e uritur afrohen natën dhe është e rrezikshme. Në mëngjes, Finch vjell gjak dhe pa ashtu dritet. Jeff kujdeset mirë për këtë, duke e pyetur nëse duhet të telefonojnë mjekun. Pas kësaj vazhdojnë rrugëtimin e tyre. Kur ata mbërrin në një qytet të madh, Jeff zgjon Dewey dhe dyshja nisen për të kërkuar furnizime. Ata hasin në një spital që duket i grabitur, por Jeff ende nuk e ka mësuar këtë, kështu që ai vazhdon rrugën e tij brenda. Kur Finch zgjohet, ai zbulon se të dy robotët mungojnë. Ai e di se do të ketë telashe, kështu që pavarësisht se është jashtëzakonisht i dobët, ai vishet dhe niset për të gjetur Jeff dhe Dewey. Dikush po e shikon fshehurazi. Në katin e sipërm, Jeff është i kënaqur se ka gjetur ushqim, ilaçe dhe madje edhe një xhaketë të zbukuruar për vete. Ndërkohë Dewey gjen disa ushqime, por nuk vëre një kurth ariu pranë tij. Ndërsa kap ushqimet, kurthi i ariut e copton. Finch e gjen atë, ai kërkon falje dhe i fik fuqinë. Së shpejti, Finch dëgjon një zhurmë dhe gjen edhe Jeffin. Finch thekson se ata nuk duhet të qëndrojnë më në këtë vend, pasi nuk është i sigurt për ta. Të dy ata vrapojnë, por Finch mezi po arrin të qëndrojnë në këmbë. Kur arrin mjetin e tyre, ata largohen menjëherë me shpejtësi, por një automjet fillon t'i ndjek. Pasi arriti pak larg, Finch ja dorëzon timonin Jeffit, duke i thënë që të mos bëj asnjë gabim që tani e tutje. Ai gjithashtu vëren makinën që ende i ndjek. Ata fikin dritat pasi Jeff mund të shohë në errësirë. Ndërsa makina misterioze ende i ndjek, Finch i sugjeron Jeffit të shkel gazin dhe të shpejtojë. Teksa po ecin drejt një stuhie, Finch kap timonin dhe i largon nga rruga. Në vend të kësaj, ai synon të përdorë nënkalimin. Pavarësisht se Jeff përpiqet të shpjegojë se lartësia e mjetit është më e lartë se nënkalimi, Finch nuk dëgjon dhe përfundimisht rrëzohen dhe panelet diellore shkatërrohen. Pas përplasjes, Jeff përdor forcën e tij për të shtyrë kamionin brenda. Makina që i ndiqte afrohet. Megjithatë, ai ndalon për një moment dhe më pas largohet. Pasi e kuptoi që njerëzit kishin ikur, Finch nxiton jashtë dhe zbulon
se të gjithë panelet e tyre diellore janë dëmtuar. Ai fillon të fajsoj veten për gjykimin e tij të dobët dhe gjithashtu përmend se nuk mund ta rregullojë atë. Jeff e siguron se ai mund t'i çojë ata për në San Francisco, por Finch i bërtet atij që të ndalojë së foluri. Finch i dërbuar më pas kthehet në automjet, ndërsa Jeff qëndron jashtë në shi. Jeff hyn brenda dhe i thot Finch se ai mendon se do të arrijë në urën Golden Gate në San Francisco. Ndërkohë Finch ndan një tjetër histori dhe tregon pse nuk u beson njerëzve dhe se i gjeti qenin në një çantë. Ai përmend se Goodyear ishte i tmerruar dhe i vetëm dhe se si i premtoi se do ta mbronte me çdo kusht. Finch shton se uria mund ta kthejë çdo qenie njerëzore të mirë në vrasës, por e ktheu Finchin në një frikacak. Ai vazhdonte të fshihej ndërsa disa djemë të rinj vranë një vajzë të re dhe maman e saj në supermarket. Të nesërmen në mëngjes, bordi i makinës tregon se është 480 milje larg nga San Francisco. Jeff është në timon, ndërsa Finch pushon. Papritur, Jeff vëre një flutur në xhamin e përparëm. Ai zgjon Finchin dhe i tregon fluturën. Finch ngrihet dhe zgjat dorën. Zbulon se lëkura është e paprekur nga rrezet e diellit. Më pas del jashtë dhe ndjen diellin. Rrezatimi ultraviolet është ulur deri në atë pikë se nuk është më një kërcënim. Ai sheh një lule dhe një flutur tjetër dhe qesh me zemë. Ndërsa vazhdojnë udhëtimin e tyre, ata kalojnë fushat e lulëzuara. Më vonë, Finch vishet dhe vendosin të bëjnë një piknik në diell, diçka që ai nuk e ka bërë për më shumë se një dekadë. Finch më pas ndan disa kujtime të tjera nga e kaluara e tij, duke uruar që ai mund të bënte më shumë gjëra në jetën e tij. Duke dëgjuar këtë, Jeff ngrihet i emocionuar dhe shpjegon se nëse largohen tani, do të arrijë në urën Golden Gate për afërsisht për 18 orë. Megjithatë, Finch thot se nuk ja del dot. Jeff i pikëlluar më pas premton se do të kujdeset për Goodyear kur ai të vdes. Pas kësaj, Finch nxjerr topin e Goodyear dhe të dy luajnë. Më pas, ai ja dorëzon topin Jeffit dhe shpjegon se kjo është një nga fazat e para në krijimin e besimit me qenin. Të dy pastaj kalojnë një moment të shkurtër argëtimi, kur papritmas Finch fillon të kollitet dhe të nxjerr gjak. Kostumi i tij i bardhë tani është i mbuluar me gjak. Kur Jeff e pyet nëse mund ta ndihmojë, Finch përgjigjet se ka bërë tashmë. Më pas, ai shtrëngon dorën e Jeffit dhe ata përqafohen. Jeff është dukshëm i mërzitur dhe ne mund të shohim se edhe ai ka emocione. Jeff më pas ndihmon Finchin dhe ai shtrihet. Goodyear ngushëllon Finch, ndërsa Jeff paketon gjërat e tyre. Finch e përkëdhel pas shpine shokun e tij të dashur dhe një herë përpara se të ndërrojë jetë. Të dy më pas e djegin Finchin në rrafshnalt së bashku me kostumin e tij ultraviolet. Pasi mbarojnë zinë, Jeff vazhdon me rutinën e përditshme të Finch dhe ushqen qenin. Më vonë ata luajnë sërish. Me Jeff, Goodyear fillon të ndihet i sigurt dhe fillon të ndryshojë. Jeff gjithashtu mendon se Goodyear tani është përgjegjësia e tij. Ai miqësohet me Goodyear, i cili më në fund e përqafon. Kur më në fund bëri në urën Golden Gate, Jeff ndërton një memorial për Finch. Aty ata gjejnë disa mesazhe të lëna nga njerëzit për të dashurit e tyre, duke bërë të ditur se ku mund të gjenden. Kjo do të thotë se ka më shumë të mbijetuar, me mundësinë e ribashkimit të anëtarëve të familjes. Në skenën e fundit, Jeff ngjit vizatimin e tij të Finch, Goodyear dhe vetes së tij në gardh. Më pas, ata të dy nisen për diku tjetër. Bëni subscribe për më shumë video si kjo dhe aktivizoni zilën e njoftimeve për të ndihmuar kanalin. Faleminderit dhe shihemi së shpejti me video të radhës.